Përshëndetje të nderuar teleshikues, ja ku takuam sërish në këtë edicion informativ ku në vim juftoj që të ndiqni informacionet e përgatitura. Protesta e përditshme e qytetarit në Tiranë ka hyrë sot në ditën e 49 me mijëra e qytetarë që janë mbledhur sërish në shesh për të kërkuar ndryshim politik. Tubimi vijon me të njëjtat kërkesa për largimin e qeverisë dhe krijimin e një situate të re politike në vend, ku organizatorët deklarojnë se lëvizja do të vazhdojë çdo ditë, ndërsa pjesëmarrësit shprehen se nuk do të tërhiqen nga kërkesat e tyre. Protesta qytetare kundër qeverisë dhe klasës politike ka hyrë në ditën e 49 të saj, duke mbledhur sërish mijëra qytetarë në sheshin e kryeqytetit. Pjesëmarrësit u mblodhën në pikën e nisjes së protestës dhe më pas vijuan marshimin drejt godinës së kryeministrisë, ku përcollën mesazhe kundër qeverisjes aktuale dhe kërkesës për ndryshim institucional. Organizatorët deklaruan se pas më shumë se një muaji protestë, pakënaqësia qytetare mbetet e pandryshuar dhe se lëvizja nuk do të ndalet. Sipas tyre, kërkesa kryesore vijon të jetë dorëheqja e kryeministrit Edi Rama dhe largimi një modeli politik që sipas protestuesve ka prodhuar probleme të vazhdueshme në vend. Edhe gjatë ubimit të sotëm nuk munguan pankartat, sloganet dhe mesazhet drejtuar qeverisë, ndërsa qytetarët të grup moshave të ndryshme morën pjesë në protestë. Protestuesit ngritën shqetësime për situatën ekonomike, drejtësinë, emigracionin e të rive dhe mënyrën e administrimit të vendit, duke kërkuar një përfaqësim më të madh të zërit qytetar në vendimarrje. Pas 49 ditëve radhazi në shesh, organizatorët këmbgulin se protesta do të vijojë dhe në ditët e ardhshme duke ftuar qytetarët të bashkohen në tubimin e radhës. Kreu i Partisë Demokratike, Sali Berisha, ka komentuar raportin e Komisionit Evropian për shtetin e së drejtës, duke pretenduar se dokumenti përmban kritika të forta ndaj qeverisë shqiptare. Në një bashkëbisedim me qytetarët, ai akuzoi kryeministrin Edi Rama për humbje të besueshmërisë ndërkombëtare dhe kritikoi qëndrimin e qeverisë ndaj deklaratave të një zyrtarie serbe për Kosovën. Berisha u bëri gjithashtu thirrje mbështetësve të Partisë Demokratike që t'i bashkohen protestës qytetare. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka reaguar për raportin e fundit të Komisionit Evropian mbi shtetin e së drejtës në Shqipëri, duke deklaruar se gjetjet e tij përbëjnë kritika ndaj mënyrës së qeverisjes së majorancës socialiste. Gjatë një bashkëbisedimi online me qytetarët, Berisha u ndal te çështja e ish zëvendës kryeministres Belinda Balluku, duke pretenduar se zhvillimet rreth saj kanë ndikuar në perceptimin ndërkombëtar për qeverinë shqiptare dhe kryeministrin Edi Rama. Por një raport tjetër që vjen nga Komisioni Evropian për shtetin ligjor, mediat e lira, drejtësinë, damkos Edi Ramën dhe regjimin e tij në mënyrën më të fuqishme. Mbrojtjen që ai bëri korrupsionit të Lubi Ballukut me emër, sulmet e paprincipa ndaj organeve të drejtësisë nga Edi Rama, korrupsionin e shfrenuar të policisë së shtetit dhe organeve dhe institucioneve të tjera. Lubi Balluku është bërë tashmë çështje jo vetëm e shqiptarëve, por çështje e Bashkimit Evropian. Berisha këmbguli se zhvlerësimi i euros nuk është tregues si leku është forcuar, por janë paratë e pista të investuara në ndërtim, ato që kanë ndikuar kursin. Pretendoj dje se është shehje ekonomisë së fortë, sharlatan dhe qesharak. Po të marrim një vend tjetër që nuk është në sistemin e euros, Norvegjin, e cila ka vetëm fondin e investimeve mbi 1 trilion fondi investimeve dhe ka një nga ekonomitë më të fuqishme gjatë 10 viteve të fundit. Jo që nuk është vlerësuar, por është zhvlerësuar të paktën 10-12% të saj. Ka patur rast dhe 16%. Leku shqiptar vlerësohet me 35% se rezultat i vagonave, i kontejnerve, i mikrobuzave, i nëndecëve, i autobuzave me euro që hynë në Shqipëri, narkoeuro që hynë në Shqipëri. Kryedemokrati foli edhe për protestat qytetare të zhvilluara për çështjen e Zvërnecit, duke u bërë thirrje simpatizante të Partisë Demokratike që të bashkohen tubimeve dhe lëvizjes qytetare. Kësaj jave vazhdoi me heroizëm epik protesta rinore qytetare në bulevardin e Tiranës, pavarësisht nga terrori qeveritar i Edi Ramës dhe fallangave të tij të krimit ndaj eksponentëve të kësaj proteste dhe pjesëmarrësve të saj. Kryengritja paqësore e rinisë dhe qytetarëve shqiptar vazhdoi e pamposhtur, duke siguruar mbështetje të madhe ndërkombëtare, duke shprehur dhe një herë mbështetjen më të fuqishme për këtë lëvizje, për këtë protestë
të paprecedent që nga vitet 90 në historinë e Shqipërisë, ftoj çdo demokrat të marrin pjesë në frymën e saj si qytetar, të bëjnë gjithçka për suksesin e saj. Një tjetër çështje e komentuar nga kreu i demokratëve ishte reagimi i Tiranës zyrtare ndaj deklaratave të ministres serbe Snežana Paunović, e cila u shpreh se nëse do të ishte në vend të Slobodan Miloševićit në vitin 1998, do të kishte kryer spastrim etnik në Kosovë. Berisha akuzoi qeverinë shqiptare se nuk ka mbajtur shëndrim të mjaftueshëm ndaj kësaj deklarate dhe e lidhi këtë me marrëdhëniet mes kryeministrit Rama dhe presidentit serb Aleksandar Vučić. Edi Rama dhe zëdhënësi i turpit Ministrinë e Jashtme kanë heshtur si fije e barit, dhe jo vetëm heshtur, por Edi Rama deklaroi se nuk mund të përfshihet në histerizëm asaj një çyryk flet këto apo ato. Edi Rama është një sklav, një vasal i Vučićit. Ndërkohë Berisha komentoi edhe ndryshimet në struktura drejtuese të Partisë Demokratike, duke deklaruar se procesi i ripërtëritjes së partisë nuk është një ndryshim formal, por një transformim i mënyrës së përfaqësimit dhe drejtimit të saj. Deputetja e Partisë Demokratike Ina Zhupa ka akuzuar Bashkinë e Sarandës për keq menaxhim të fondeve publike, duke u referuar një raporti të kontrollit të lartë të shtetit. Sipas saj, vetëm në një vit auditimi janë konstatuar dëme financiare që arrin rreth 1 milion euro. Zhupa deklaroi se opozita do t'i ndjekë këto raste dhe do t'i referojë për hetim në organet e drejtësisë. Deputetja demokrate Ina Zhupa ka ngritur akuza në mënyrën e administrimit të fondeve publike në Bashkinë e Sarandës, duke u referuar gjetjeve të një raport të kontrollit të lartë të shtetit. Sipas Zhupës, auditimi ka evidentuar një dëm financiar prej rreth 1 milion eurosh vetëm për periudhën e kontrolluar. Ajo pretendon se bëhet fjalë jo vetëm për një rast të izoluar, por për një mënyrë qeverisjeje që sipas saj dëmton interesin publik. Raporti i fundit i KLSH-s në fakt është aktakuza më e mirë për Bashkinë e Sarandës. Në vetëm një vit të audituar janë rreth 1 milion euro të abuzuara nga kjo bashki. Qartësisht nuk kemi të bëjmë me një apo me dy zyrtarë të paftë, por kemi të bëjmë me një model qeverisje, me një model për të zhvatur paranë publike dhe për të keq qeverisur. Të dhënat tregojnë që rreth 633.000 euro janë dëm ekonomik për shkak të mosveprimit të bashkisë. 226.000 euro është dëm ekonomik për shkelje në prokurime. 101.000 euro janë dëm ekonomik për punime të paguara, por në fakt të pakryera. Dhe 117.000 euro janë dëm ekonomik për ahengje, për projekte artistike dhe kulturore të cilat nuk janë bërë sipas prokurimeve. Qartësisht kemi të bëjmë me një bashki që abuzon me taksat e qytetarëve, që i vjedh ato dhe që nuk punon për interesin publik. Ajo kërkoi që përgjegjësit për këtë shkelje të përballen me drejtësinë dhe deklaroi se opozita do të vijojë denoncimet për problematikat në Bashkinë Bregtetare. Zhupa bëri gjithashtu thirrje qytetarëve të Sarandës që në zgjedhjet e ardhshme vendore të marrin në dorë drejtimin e bashkisë dhe ta vendosin atë në shërbim të interesit publik. Një atentat me armë zjarri tronditi mbrëmjen e së premtes qytetin e Sarandës, ku mbeti i plagosur 40 vjeçari Thimjo Rubati, ku 2 persona të maskuar hapën zjarr ndaj tij pranë biznesit që administronte dhe më pas u larguan pa lënë gjurmë. Policia po heton disa pista, ndërsa autorët vijojnë të jenë në kërkim. Një 50 vjeçar mbeti i plagosur pas një atentati me armë zjarri të ndodhur mbrëmjen e së premtes në lagjen numër 4 të Sarandës. Viktima është Thimjo Rubati, i cili u sulmua pranë biznesit të tij nga 2 persona të maskuar që lëviznin me një motomjet. Sipas të dhënave paraprake të hetimit, autorët kanë qelluar disa herë me armë zjarri në drejtim të Rubatit, duke e lënë të plagosur rënd. Ai u transportua fillimisht në spitalin e Sarandës dhe më pas u dërgua për mjekim të specializuar në Janin për shkak të gjendjes së rënduar shëndetësore. Menjëherë pas ngjarjes, policia ngriti postobllogje dhe ushtroi kontrolle në hyrje-dalje të qytetit, por autorët arritën të largoheshin. Hetuesit dyshojnë se pas atentatit, ata mund të kenë përdorur zonën bregtetare për të larguar me një mjet lundrues. Megjithase, kjo mbetet një nga pistat që po verifikohet. Grupi hetimor po shqyrton disa motive të mundshme, mes tyre konflikte të mëparshme, larje e sape,
marrëvesh dhe mosmarrveshje që lidhen me çështje pronësie dhe dyshime për falsifikim dokumentash. Sa i përket incidentit të ndodhur një natë më parë ku djali i Rubatit dhe 2 persona të tjerë u përfshin në një konflikt me oficerin e policisë Mihal Velço, hetuesit kanë bërë me dije se deri në këtë fazë nuk kanë gjetur element që ta lidhin me këtë ngjarje me atentatin. Megjithatë, nuk përjashtohet mundësia që ajo të jetë përdorur për të devijuar hetimet. Thimi i Rubati rezulton person me precedent penal. Ai është arrestuar më herët për vepra të ndryshme penale në Shqipëri, por edhe në Greqi. Sipas të dhënave hetimore, ai ka qenë i përfshirë në çështje që lidhen me trafikun, rrëmbimin dhe më vonë është proceduar edhe për dyshime mbi trafikimin e automjeteve dhe ndryshimin e elementeve identifikuese të tyre. Ndërkohë policia dhe prokuroria vjojnë hetimet për identifikimin dhe kapjen e autorëve, si dhe për zbardhjen e plotë të motiveve të atentatit. Tre punonjësit të postës shqiptare në Durrës dolën para gjykatës pas denoncimit për një mungesë prej rreth 700.000 eurosh në filialin ku punonin. Gjykata vendosi arrest me burg për drejtoreshën e filialit Elizabeta Mataj, ndërsa 2 punonjësit e tjera u lanë në arrest shtëpie. Gjatë seancës palët dhanë versione të ndryshme për përgjegjësinë mbi shumën e zhdukur. Gjykata e Durrësit caktoi masën e sigurisë për 3 punonjësit e postës shqiptare, të dyshuar për përvetësimin e një shume prej rreth 700.000 eurosh. Pas kërkesës së prokurorisë për masën e arrest me burg për të treja, gjyqtari Xhevdet Lika vendosi që drejtoresha e filialit Elizabeta Mataj të qëndrojë në paraburgim, ndërsa për shefin e financës Valbona Hoti Duni dhe arkëtaren Paula Dana u caktua masa e arrestit në shtëpi. Gjatë seancës gjyqësore, prokurori Gazmet Frënku paraqiti argumentet e akuzës dhe përmendi ndër të tjera dhe faktin se drejtoresha Mataj frekuentonte kazino. Ky element u ngrit nga organi i akuzës në kuadër të hetimeve mbi gjendjen financiare dhe veprimtarinë e saj. Meta nuk e mohoi se kishte frekuentuar ambiente të tilla, por deklaroi para gjykatës se kjo nuk përbënte shkelje, duke theksuar se ishte një qytetare e lirë dhe nuk kishte ndonjë ndalim ligjor për të lëvizur apo për të frekuentuar ambiente të ndryshme. E pyetur nga gjyqtari se ku kishte përfunduar shuma e konsiderueshme që rezulton e munguar, sipas kallëzimit të postës shqiptare, Elizabeta Mataj është shprehur se nuk kishte dieni. Ndërkohë, shefja e financës Valbona Hoti Duni ka dhënë një tjetër version përpara gjykatës, duke deklaruar se parat ishin marrë nga drejtoresha Mataj në zyrën e saj. Hetimet për këtë çështje vijojnë për të përcaktuar mënyrën se si ka ndodhur mungesa e fondeve, përgjegjësitë e secilës prej të dyshuarve dhe destinacioni i shumës së dyshuar të përvetësuar. Policia ka zbardhur ngjarjen e ndodhur pranë ishullit të Sazanit ku 11 emigrantë të palishëm rrezikuan jetën gjatë tentativës për të kaluar drejt Italisë. Autoritetet kanë arrestuar një 43 vjeçar afgan i dyshuar si organizator i transportit, ndërsa vijojnë kërkimet për një bashkëpunëtor shqiptar. Emigrantët u shpëtuan pasi mjeti lundrues pësoi defekt dhe nisi të mbushe me ujë. Policia ka zbardhur dinamikën e ngjarjes së ndodhur një ditë më parë në det pranë ishullit të Sazanit, ku një grup prej 11 emigrantësh nga vendet e treta u përballën me rrezikun e mbytyjes gjatë një udhëtimi ilegal drejt Italisë. Në kuadër të hetimeve, uniformat blu kanë identifikuar dhe arrestuar një 43 vjeçar me origjinë nga Afganistani, i dyshuar se kishte organizuar transportin e emigrantëve nga Greqia drejt Shqipërisë dhe më pas drejt brigjeve italiane. Sipas hetimeve paraprake, gomonja ishte marrë në zonën e Semanit në Fier, në një pikë të përcaktuar përmes një lokacioni të dërguar nga një shtetas shqiptar. Ky person ende nuk është identifikuar dhe policia vijon punën për lokalizimin dhe kapjen e tij. Emigrantët me origjinë nga Bangladeshi, Pakistani, Liberia dhe Haiti kishin hipur në mjetin e vogël lundruese me synim kalimin drejt Italisë, por gjatë lundrimit pranë ishullit të Sazanit, gomonja posoi probleme dhe nisi të merrte ujë, duke rrezikuar jetën e personave që ndodheshin në bord. Në kushtet e emergjencës, emigrantët lanë sinjalin e alarmit SOS, çka solli ndërhyrjen e menjëhershme të policisë kufitare. Efektivët bën të mundur shpëtimin e të gjithë personave dhe transportimin e tyre në breg të sigurt. Ndërkohë, ndaj emigrantëve është nisur procedim penal për veprën kalimi i palishëm i kufirit shtetëror, ndërsa hetimet vijojnë për të zbardhur të gjithë rrjetin e personave të përfshirë në organizimin e këtij transporti. Një konflikt brenda një familje ka përfunduar me plagosjen e një 18 vjeçari në Korçë, i cili u godit me thik në kokë nga njerëku i tij pas një debati gjatë një darke familjare. Autori i dyshuar është arrestuar nga policia, ndërsa hetimet vijojnë për zbardhjen e plotë të ngjarjes.
Një 18 vjeçar mbeti I plagosur me thikë mbrëmjen e së premtes në Korçë pas një konflikti me njerëkun e tij brenda banesës ku po zhvillohej një darkë familjare. Ngjarja ndodhi rreth orës 21:55 kur I riu u paraqit në urgjencën e spitalit rajonal të Korçës me dëmtime në kokë të shkaktuara nga një mjetprerës. Sipas mjekëve, ai ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Sipas të dhënave paraprake të hetimit, gjatë darkës familjare mes 37 vjeçarit Niko Baka dhe 18 vjeçarit ka nisur një debat I cili më pas ka përshkallëzuar në përplasje fizike. Në banesë përveç autorit të dyshuar dhe të riut, ndodheshin edhe bashkëjetuesja e 37 vjeçarit, xhaxhai 18 vjeçarit dhe persona të tjerë. Dyshohet se konsumimi I alkoolit ka ndikuar në agravimin e situatës deri në momentin kur 37 vjeçari ka marrë një mjetprerës dhe ka goditur të riun. Pas njoftimit për ngjarjet, shërbimet e policisë ndërhyjnë duke bërë të mundur identifikimin dhe arrestimin e autorit të dyshuar. Ndërkohë, grupi hetimor vijon punën për të sqaruar dinamikën e plotë të konfliktit dhe rrethanat që çuan në plagosjen e 18 vjeçarit. Një 39 vjeçar nga Kopliku është arrestuar në Malsinë e Madhe pasi ishte shpallur në kërkim ndërkombëtar nga Interpol Madrid. Ai akuzohet nga drejtësia spanjolle për trafikim narkotikësh dhe pjesëmarrje në organizatë kriminale. Autoritetet shqiptare kanë nisur procedurat për ekstradimin e tij drejt Spanjës. Një person I shpallur në kërkim ndërkombëtar nga autoritetet spanjolle është arrestuar nga policia shqiptare në zonën e Malsisë së Madhe. Në pranga ka rënë një 39 vjeçar me origjinë nga Kopliku, I cili rezulton me 2 identitete dhe ishte shpallur në kërkim nga Interpol Madridi. Arrestimi I tij u krye nga specialistët e sektorit për kërkim dhe strukturat e policisë së Shkodrës pas lokalizimit të vendodhjes së tij. Sipas të dhënave të autoriteteve, ndaj 39 vjeçarit, gjykata spanjolle kishte vendosur masën e sigurisë arrest me burg me 8 korrik 2026 për dyshim se ishte përfshirë në veprimtari kriminale që lidhen me trafikun e lëndëve narkotike. Ai akuzohet gjithashtu për pjesëmarrje në një organizatë kriminale me qëllim shpërndarjen dhe tregtimin e substancave narkotike. Pas arrestimit provizor në Shqipëri, Interpol Tirana në bashkëpunim me homologët spanjoll ka nisur procedurat ligjore për ekstradimin e 39 vjeçarit drejt Spanjës, ku do të përballet me akuzat e ngritura ndaj tij. Të nderuar teleshikues, kjo ishte gjithçka që kishim përgatitur në këtë edicion informativ. Së bashku do të rishihemi në edicionet e ardhshme. Deri atëherë, miru takofshim.